Kryetari i rizgjedhur i Partisë Demokratike Sali Berisha në një deklaratë për mediat u shpreh se procesi në çdo deg ishte shembull. Berisha fitoi referendumin me 37.341 vota pro ose 96%, 1055 vota ishin kundër dhe 539 abstenuan. Gjatë fjalës së tij, Berisha, drejtuar kryeministrit Edi Rama, e cilësoi atë si një kufon politike, duke thënë se për 40.000 demokratët nuk ka legjitimitet. 23 maj, demokratët në të gjithë vendin ishin të ftuar për të vendosur drejtimin e Partisë Demokratike. Përmes një procesi transparent, të rregullt, të qetë, të monitoruar gjërësisht nga media, pa asnjë pengesë për të, si dhe të karakterizuar nga një pjesëmarrje masive e anëtarëve të Partisë Demokratike, nga përpunimi i të dhënave paraprake, pra kontaktet që kemi pasur me degët. 77 degët e Partisë Demokratike, u votua në 87 qendra votimi. Nga rezultatet paraprake, pra, të procesit, kemi si më poshtë vijon. Numri total i votave të gjetura të numruara, pra, në numri total i pjesëmarrësve është 39.441. Pra rreth 40.000. Nga këto rezulton vota të vlefshme 38.902, vota të pavlefshme 539. Nga votat e vlefshme, vota pro kryetarit Sali Berisha 37.341. Vota kundër 1.055. Vota abstenim 506. Suksese kryetarit Sali Berisha për rikonfirmimin e tij në detyrën e kryetarit Partisë Demokratike. Në një vot besim masiv në kryet Partisë Demokratike. Një njohje të veçantë shkon edhe për ata që votuan ndryshe. I garantoj se vota e tyre ndryshe, apo kundër abstenim qoftë, do mbahet shërim në kuptimin e asaj që do bëj gjithçka për të dhënë përgjigje më të mirë atyre hezitimeve apo vrekjeve për të cilat ata votuan kundër ose abstenuan. Jemi një familje e mbrojtur në palës të qelisë me diversitetin, me standardin demokratik. Shumë mirënjohje për ata qindra e qindra komisionerë në të katër anë të vendit, të cilët organizuan këtë proces shembullor në të gjitha degët e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Pranërim të përzemërt për kryetarët, udhëheqësit politik të qaqeve, kryetarët e degëve të Partisë Demokratike në mbar vendin, kryesit dhe të gjithë ata që kontribuan në këtë proces. Por unë sonte duhet të them të gjithë të 10.000 demokratëve se për mua në të gjitha votimet
nga shtatori vitit 91 deri sot. Ky është votimi më i rëndësishëm, më i jashtëzakonshëm. Sepse me këtë votbesim ju vendoset të ecim të pamposhtur drejt qëllimeve tona madhore. Të ecim të pamposhtur në përmbushjen e misionit të madh. Imagjinoni ju, rreth 40.000 gra dhe burra, djemë dhe vajza politik që ngrihen fuqishëm pas betejësh të fuqishme për të vazhduar luftën tonë, gjerë në fitore të plotë.